Kur Sultan Mehmeti dëgjoi për vdekjen e Skënderbeut, tha: "Një luan të tillë do mos lind më dheu kur." Dhe pastaj shtoi: "Tani Evropa dhe Azia janë të mijat, mirë krishterimi, se i humbi shpata dhe mburoja." Për të hapur udhën e Romës, që ja kish vënë syrin tani, Sultan Mehmeti vazhdoi fushatën e tij kundër Shqipërisë. Lufta mbajti 11 vjet pas vdekjes së Skënderbeut. Dhe s'mund të mbaronte veçse me shojtjen e plotë të njërës palë. Tani s'mbetej më asnjë dyshim cila anë ishte dënuar prej fatit. Arsyet për të cilët shqiptarët u thyen nuk janë të rënda për t'u gjetur. Turqia ishte një pus ushtarak i përsosur. Ku kapitali njerëzor i Shqipërisë nisi të paksojë, ishte me të shuar e sipër Turqia, që kur nisën luftrat shqiptaro-turke në 1362, pati një sër sultanësh të mëdhenj, si Muradi I parë, Bayaziti I parë, Yıldırımı, Mehmeti I parë, Murati II dhe Mehmeti II. Kur fati do shtrënguar nuk i dha Shqipërisë veçse një Skënderbeu. Turqit ishin një kom i bashkuar si një shkëmb rreth sultanit. Aq nga fanatizmi, sa edhe nga disiplina ushtarake. Kur shqiptarët kanë qenë atëherë, si edhe sot, një element qendër ikës të pabindur e të pabashkuar, të cilët e zi mbante pak a shumë të lidhur kryeshmendja njerëzore e Skënderbeut. Çudia është vetëm që pas vdekjes së tij, Shqipëria ka pitur jetime e neveritur krejt prej Europës. Mundi me Venecien bashkë të qëndronte kundër kolosit turk 11 vjet në këmbë. Fryma heroike që kish përhapur Skënderbeu si gjys perëndi e vjetërsisë, ronte e gjallë në zemrat e shqiptarëve. Vjet pasi fluturoi në qiell shpirti I ndritshëm I kryetërit. Valle vajza shqiptare, si Val Kryta e legjendave gjermanike, lidheshin rregullisht çdo 8 ditë, pikështjellat u kishte mbretëruar dhe midis buçotjes dhe ushtimës së betejave, këndonin hymne lëvdatore për kryetërimin e vdekur të kombit. Dhe I lyteshin si një shenjti që t'i shpëtonte nga armiku dërbuar dhe t'u falte fitoren, flamurit dhe armëve kombëtare. Shqiptarët, të ndezur nga këto këngë trimërore, e shikonin me sy hijen e Skënderbeut, kaluar në krye të tyre, dhe luftonin si luan me forca të përsëritura. Lidhja e krerëve shqiptare ishte lavëruar, po sa u zhduk ai që I kishte dhënë shpirt e forcë bashkimit. I biri Princ Gjon Kastrioti, I cili ishte 12 vjet kur I vdiqi ati, kishte emrin dhe të drejtën dinastike, por ishte tepër I vogël që të vijë në krye të ligës, dhe duket që se kishte trashëguar cilësinë e pazakonshme të tetit. Në 1474, ja dorëzoi Republikës së Venecia Skrujon dhe Principatën Atërore, dhe shkoi me mbretëreshën në tranit të Italisë. Pjesat e Shqipërisë të zaptuara prej turqëve u vunë nën qeverinë e një të nipi prej motrave të Skënderbeut, I cili ishte kthyer Muhamedian e ronte pranë sultanit. Gjergj Araniti ishte vdekur më 1461 dhe të vetmit princer luftëtar që përmenden pas Skënderbeut janë Lek Dukagjini dhe Gjon Muzak. Shqiptarët nuk pushuan së luftuari, por pushuan së shkruari. Asnjë kronik s'na ndryshon mbi luftën e këtyre vjetëve të fundme, dhe nuk dim hollësisht veç rrethimin të Kryes e të Shkodrës. 2 herë në vit, në të korë e në të vjel, në verë e në vjesht, vinin ushtrit turke rregullisht përpara Kryes, Durrësit, Lezhës e Shkodrës, të cilët mbroheshin prej grazionesh të përzierë veneciane shqiptare. Në çdo rasje e shkretonin vendin me zjarre me hekur, që t'i shtrëngonin fortesat të jepishin nga uria.
Përpara kryeportës së Krujës, turqit kishin ngritur një kështjell me një garnizion të fortë për të vazhduar bllokadën e kësaj fortese, të rryer dimër e verë. Më 1476, Sanxhak Beu i Bosnjës, Omari, i mundi ushtritë veneciane nën Jeronimo Novezolën, afër Gradiskës, zaptoi provincën e Friulit, që nga lumi Isonzo gjerë në Tagliamento. Dhe bariste kundër Venecias, qëndroi përpara fortesës së Udines, dhe që të zhjakosi për mosmarrjen e saj, e plaçkiti dhe shkretoi në zjarr e me hekur krajinën e Friulit. Në pranverë të vitit 1477, Ahmet Beu, me një ushtri prej 8.000 vetësh, e rrethoi Krujën nga të gjithë anët. Atje kisha rirë puna, sa turqit, një ushtri kaq të vogël, kishin shpresë ta merrnin Krujën, përpara së cilës u praps me turp tërë ushtria turke nën Sultan Muradin e II e Mehmedin e II. Komandanti i Krujës ishte veneciani Pietro Vettori. Ahmet Beu, më i mençur se sultani, nuk humbi as kohë as gjak në sulm të pameta. Dhe pësimet e tyre e kishin bindur që Kruja s'mund të merrej me forcë. E bllokoi dhe ja la urin ta mbronte punën. Sa humbi Shqipëria me vdekjen e Skënderbeut, duket në këtë rasti. Një ushtri veneciano-shqiptare prej 13.000 nën komandën e shkodranës Francesco Contari dhe Lek Dukagjinat, erdhi më 6 shtator 1477 për të shpëtuar Krujën. E goditi dhe e mundi Ahmet Ben në fushë të Tiranës së vogël, 4 milje larg Krujës, duke zaptuar kampin e ushtrisë turke. Në vend që ta ndiqnin, ta shfarosnin Ahmet Ben, Lek Dukagjini dhe generali venecian Ilan, ushtarët e tyre të plaçkitin kampin e të shpërndajesin në të djathën e të mërgjë. Ahmet Beu, si e pa kështu të shpërndar e të shkujdesur, i goditi natën me dritën e hënës dhe i coptoi krejt. Midis të vrarve ishte edhe vetë komandari venecian, Contarini. Pas kësaj disfate, Venecia, e goditur për truqve nga të gjithë anët, në Shkodër, në Dalmaci dhe Isonzo, e në Tagliamento, e shtrydhi dhe e dobësuar nga financat, nga ushtria, e shtyr vetë në buzë të Greminës, e braktisi Krujën në fatin e saj. Me të ngrënët e plaçkitura nga turqit në betejën e Tiranës së vogël, garnizioni u mbajt tërdimin dhe pastaj vetëm për një blokade prej më tepër se 13 muajsh, si u mbaruan ushqimet dhe s'kishte më asnjë shpresë ndihme së jashtme, garnizioni dhe krujanët nisën të mendoheshin për kapitullim. Kur erdhi lajmi që vetë Sultan Mehmedi kishte rrethuar Shkodrën, dërguar më 15 qershor 1470, parlamentarët në kryeqendrën turke dhe propozonin ta dorëzonin fortesën dhe konditën që të liheshin të shkonin lirshëm me armë dhe plaçkat e tyre. Sultani e pranoi me gëzim këtë konditë dhe shkeli pastaj me pabesinë e tij të zakonshme. I la krutanët dhe garnizionin të dilnin nga fortesa, të cilën e shtiu në dorë, dhe pastaj dha urdhër që t'i thënin burrat pa mëshirë, t'i skllavronin gratë dhe fëmijën, dhe ta mbanin vetëm komandarin venecian dhe krerët e pasur, të cilën mund të shpërbeshin me para. Kështu u akmor Sultan Mehmedi II për disfatat e tij, të tetit dhe të generalëve të tij përpara kohës. Veç ndonjëseve, turqit deshën t'i shuanin Krujës edhe emrin duke pagzuar Akhisar, do me thënë kështjell e bardhë. Gjithë këtë verë ranë fortesat e Lezhës, të Drishtit e të Xhaibajkut. Më 25 janar 1479, pas një rrethimi të dytë për 15 muash dhe pas një mbrojtje heroike, Shkodra kapitulloi nga Uria, me konditën që garnizioni dhe ndjenjësit të dilnin lirisht me armë dhe plaçkën e tyre. Sultan Mehmedi këtherë s'mund t'i shkelte fjalën e tij
se komandanti venencian Antonio de Leze kërkoi dhe mori nga sultani disa veta si peng për besnikërinë e tij. Shkodranët e refugjat u vendosën në Venecie e përkrahjen e Republikës. Një ditë para se të binte Shkodra, Venecia kishte bërë paqe me Turqinë, të cilës i lëshonte tërë Shqipërinë veç Durrësit. Të gjithë princërit shqiptar që kishin luftuar kundër sultanit, cilat të Venecias u braktisën në fatin e tij. Një nga këta ishte Gjon Muzaka, autor i gjenealogjisë, thonë se sultani i blatonte pasurinë dhe nder, i kishte refuzuar të gjitha dhe vazhdoi luftën trimërisht derisa ra Shkodra. Deri gjeti veten në mëshirë të sultanit dhe i larmuar prej disa mish, i kunatën me të birin dhe të bijën dhe me të shoqën, princeshën Maria nga dera e Dukaqinit në Durrës. Atje shoqja, cila që me barë, lindi një foshnjë që u pakzua fshehur azi pa ditur e kujt ishte. Komisar turq erdhën në Durrës dhe kërkonin Gjon Muzakën, i cili ishte hedhur me një vark në Itali. I shoqja u sheh në një shtrat dhe shpëtoi përqime, kur mbastisën komisarët turq shtëpinë. Kështu e pësuan dhe që të gjithë princët e tjerë, cilët u shtrënguan, atë iknin, atë ktheheshin Muhamedian. E mira shqiptarë që s'doronin dot zgjedhën turqin. Ikën në Evropë, veçanërisht në Itali, ku ndodhen gjerë më sot afro 200.000 prej tyre që flasin shqip e kanë mbajtur zakonet dhe datat kombëtare.